Prapo me është lokali në të cilin Kryeministri në detyrë Albin Kurti kishte vendosur pak më herët që të pi kafe bashkë me shokët e tij, mirë po një gjë e tillë nuk ju mundsua për shkak se lokali vetëse u mbyll posa erdhi Albin Kurti, po ashtu të pranishëm kishte edhe forca të shumta policore, të cilat edhe tani mund të shohim se janë prezent. Lokali kujtojmë se u mbyll për shkak të, siç thanë pronorët e lokalit për mediumet e tjera, për shkak të llovisë e cila është krijuar dhe evitimit të ndonjë incidenti të mundshëm. Po ashtu Kurti bashkë me Pesin kishin planifikuar se ta vizitonin këtë kafeteri, mirë po pronorët edhe qytetarët vendosën që bashkërisht të largohen nga kafeteria, duke e mbyllur atë për sot, mirë po e shohim që ende është e hapur. Në disa deklarime të bëra për media, pronori tha se ata s'kan nevojë për shantazh e provokime dhe se qytetarët e Mitrovicës din edhe të votojnë. Gjithashtu tha se Kurti e di se në këtë kafeteri rrin bashkë shumë përkras të partisë tjetër, kandidues në balotazh dhe zgjodhi qëllimshëm që të shkojë pikërisht në këtë kafe. Pas situatës së tensionuar paksa, Kurti vendosi që me Pecin të ndryshojnë, siç thamë edhe më herët, lokacionin e pirjes së kafes, duke u zhvendosur në një lokacion tjetër bashkë me gjipat e zi të cilët e përcjellnin vazhdimisht. Mitrovica, kujtojmë se është një nga komunat në garën më të zëshme për balotazh në këto zgjedhje lokale, që mbetet të shihet në fakt se çfarë do të ndodhë me rezultatet mes dy kandidatëve, Arjan Tahiri të PDK-s dhe Fatun Peci të Lëvizjes Vetëvendosur.